Ju falenderoj shumë të nderuar deputet për të gjitha këto pyetje. Tash unë fillimisht sot paradite dhe në mesditë 3 orë gjys dëgjova të gjithë deputetët për këtë seancë të jashtëzakonshme për një temë kaq të rëndësishme. Dhe vetëm pasi dëgjova të gjithë në sesionin e paradisës së mesditës, prezantova fjalën time, e cila natyrisht që ndoshta nuk ishte ekskluzivisht për çmimin e naftës, por reflekton këtë disa prej çështjeve që u ngritën prej jush, e që nuk kanë të bëjnë ekskluzivisht me çmimin e naftës, dhe në anën tjetër fola edhe për gjëra të cilat janë pasojë të çmimit të naftës, edhe nëse nuk janë vetë çmimi i naftës. Besoj që kjo është normale të pritet prej meje. E tash është e vërtetë që shumë gjëra nuk i përmenda, mirë po mua më kryu përshtypja që ju dëshironi që unë flas më shkurt, jo më gjatë. Por, nëse ju insistoni, unë flas edhe më gjatë, se nuk përtoj të flas më gjatë, se jam i papërtueshëm shëndet. Tash, gjithashtu mu thatë që u detyrova të vinë seancë. Unë kam pas nërmend vinë seancë. Arsyeja pse nuk erdha me kohë pas pauzës është që gjitha takimet që i kam pasur prej orës 11 deri në 2:30 më është dashur të shtyj për pasdite që nuk shtyhen për nesër. Edhe kam edhe të tjera. Prandaj nuk munda të vi në momentin kur nisi vazhdimi i seancës së sotme pas pauzës që ishte diku prej orës 3 deri në orën 4. Dhe është e vërtetë që nuk ka në përgjithësi shumë deputet në këtë seancë. Pra, diku parafërsisht nuk jeni asnjë e treta e deputetëve sa i ka Kuvendi i Republikës. Nuk jeni as 40 prej 120. Është e vërtetë që edhe unë jam me një ministre, por besoj që edhe ashtu e keni vërejtur që ndonë se janë më pak, prap janë më shumë. Janë më shumë se ju. Mëtej, ju thatë që po mjep një këshilla. Tash, këtu janë 2 probleme. Problemi i parë është që kur thatë se po mjep një këshilla, kjo nuk kupton që ju tashmë jeni të gatshëm që këshilla mund të mos merret në konsiderat për të zbatuar, sepse është në natyrën e këshillës të jetë veç se këshillë. Por problemi i dytë është që unë nuk ju kam juve këshilltare. Ju jeni përfaqësuese e popullit Kosovës dhe unë këshilltarët e kam të tjerë. Mëtej, u tha që jo duhet hiqet aksiza, jo të vësheja, jo të dyja. Të nderuar deputet, nuk është hera e parë që kërkoni këtë gjë për qeverisë tonë. Unë nuk jam kryeministër tash për herë të parë. Jam kryeministër për herë të tretë. Që sa vjet jam kryeministër, gjithmonë keni kërkuar me raste të caktuara, herë hiqe aksizën, herë hiqe të vëshën, nuk e kum bo asnjënën, janë mojt zgjedhjet, kam fitu veç ma shumë. A kuptoni? Pra, nuk është hera e parë që po bëni një kërkesë të re. Çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton që edhe populli nuk është për atë që po më këshilloni, dhe në anën tjetër duhet të kuptoni që unë përfaqësoj një politik tjetër. Ju i keni politikën e juj, me të garoni në zgjedhje, me një politik të caktuar fiskale, unë garoj me një politik tjetër fiskale. Shpresoj që nuk jeni duke bërë kërkes, mua ndarësun vetë vendosje që më nërruën politikën fiskale. Nuk ka kuptim që ka përthoni. Ajo është politika e juj. Politika e juj nuk bëhet politik e qeverisë. Sepse qeveria është mazoronza që i ka fitu zgjedhjet. Ju me këtë politikë keni dalë para qytetarëve. Unë me një politikë tjetër kam dalë për qytetarëve. Orientimi ynë pra është tjetër fare. Ne nuk i heqim taksat, ne i shtojmë subvencionet. Kjo është politika jonë. Prandaj duhet ta pajtoni që unë jam krejtësisht ndryshe. Unë nuk po kërkoj që ju të bëheni unë. Por është absurde të kërkoni që unë të bëhem ju. Është orientim tjetër, është bindje të tjera, është sistem tjetër vleror. Me politika të ndryshme fiskale garohet në zgjedhje.
Unë kam tjetër orientim. Ju lutem, ruajeni qetësinë institucionale. Tash, dilema a për qytetarin e Republikës, a për bugjetin e shtetit është dilemë false. Nuk është dilemë e vërtet, se qytetari i Republikës dhe bugjeti i shtetit nuk janë dy anë të kundërta, janë në të njëjtën anë. A dini kur qytetari i Republikës dhe bugjeti i shtetit janë dy anë të kundërta? Kur vidhet bugjeti. E ajo ka qenë kalumen. Tash nuk është më ajo. Dikur qytetari i Republikës dhe bugjeti i shtetit kanë qenë anë të kundërta. Tash janë në njëjta anë. Sepse rritjen ekonomike ne nuk e mbajmë për shtetin, po e shpërndajmë për popullsinë. Edhe një herë, kundërthënia qytetari i Republikës, bugjeti i shtetit është kundërthënie false. Tjetra, inflacioni është përgjithsisht i importuar, nuk është burimor. Nëse inflacioni do të ishte burimor, ne do të mbanim kryekput përgjegjësi. Por inflacioni është i importuar. Dhe kjo ndodh për shkak se, të nderuar deputet, në ngushticën e Hormuzit, anijet nuk janë me çmyr, po janë me naftë. Po të ishin anijet me çmyr, unë do të kisha pranuar vërejtjet dhe kritikat. Por anijet janë me naftë. E që e dini gjithë ju, Kosova nuk ka burimet naftës, e që besa nuk ka as rafinerit naftës. Mëtej, si që kam thënë atë postimin e vitit të largët 2018, ne bujqve ju kemi ndihmu, praktikisht u a kemi heq aksizën për naftë. Sepse këtu mu të citua mua njëra për fjalive të ati postimin që natyrisht që unë e kam harruar, po shumë mirë që e përkujtuat, sepse po ta përkujtoj e onë, zdo të binte mirë. Dhe është shumë mirë që e përkujtuat ju. Thënë që ke bo për naftën e traktorave të bujqve se ke thonë këna mja heq aksizën. Po pra, 54 euro për hektar praktikisht është heq aksiza e naftës për traktora dhe ajo nuk është më si naftë për veturat tjera, sepse është naftë për traktorin që është në zinxhir të prodhimit e jo naftë për veturat ku qytetari është konsumator. Pra faleminderit shumë për atë citim. Më tutje për shumë pyetje specifike, se me të vërtetë u bën shumë këto, do të përgjigjet edhe Ministrja e Industrisë Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari Lila, e cila edhe sot e prezantoi në mbledhjet qeverisë projekt ligjin e ri që unë e nënshkruva para se të vij këtu, e tash do të vijë në kuvent së shpejti për diskutim. Duhet ta kuptoni që unë paraqes një orientim dhe politik tjetër, por jam dhe do të jam i përgjegjshëm të vij para jush dhe të përgjigjem. Pra të diskutojmë, por duhet ta kuptoni edhe ju. Një kryeministër që dëgjon 3 orë gjysmë, dhe më pastaj vjen edhe në vazhdim të seancës e don spaku një falendrim edhe mirënjohje. E doj falendrim edhe mirënjohje, edhe e dini pse? Sepse kryetarët e partive të juaj janë këtu. Pra për dallim prej kryetarëve të partive juaja, asnjëri prej 3 kryetarëve nuk është këtu, e këtu është kryeministri i Republikës. Prandaj e kërkoj një mirënjohje dhe falënderim që po marr pjesë tash e gati 5 orë me juve për një seancë që keni thirrë ju, jo unë. Unë mbase do të mund ta kuptoja. Do të mund ta kuptoja kur mungojnë kryetarët e partive opozitore në seancën që e thirr kryeministri. Veç në seancën që e thirr vetë opozita, edhe mos më ardh kryetarët e partive opozitore, edhe mos më shpreh bile një falënderim edhe mirënjohje kryeministrit që ka ardhur për besë nuk është ferë. Faleminderit shumë. Mirë, faleminderit. Kalojmë në